Mirë se erdhe dhe nau, kënaqësi që jeni këtu, Nikol Leci, botues, kohajon, mirëmbrëma zoti Leci. Faleminderit. Kënaqësi që je këtu, Lorenz Vangjeli, analist, Lenci mirëmbrëma, mirë se erdhe dhe Ylli Manjani, jurist. Ylli, po e nis me ty, sepse e kemi diskutuar shumë shpesh bashkë dhe mezi po i prisnim këto të dhëna, që pas arrestimit Veliajt, retorikës së Ramës. Tani, si i lexon ti këto shifrat barometrit? 10% rritje. Nga janari në shkurt. Thënë të drejtën, prisja që mos kishte rritje, të kishte rënje. Të kishte rënje? Po, për një arsye të thjeshtë, sepse në të gjitha sondazhet, e deri sotme, votuesit e Partisë Socialiste kanë qenë ndikuesit më të mëdhenj në çdo lloj gjetje. Dhe duke qenë se PSOE pra Rama kishte shfaqur një pakënaqësi të hapur kundër arrestit të Erion Velis, prisja që votuesit të PS-s të kishin një rënje. Në fakt kanë pas një rënje. Një rënje e kanë, po e lehtë, jo shumë domethënëse. Jo domethënëse, e lehtë, por me një ngritje e kompensuar me një ngritje domethënëse nga radhët e votuesit PD-s. Që do të thotë, kjo e ka justifikuar me sa duket, mos rënjen, jo të mos rënjen, por edhe rritjen. Po unë mendoj që janë dy faktorë për te shifrave. Faktori parë është karikimi i turmës i popullit shqiptar, i cili trajtohet për fatkeqësi turm, me idenë e ndëshkimit, gjakut, e dhunës, goditjes, prerjes, kokave, gjujtjes me gur, e kupton një masakër që u bë vite kështu. Dhe kjo quhet reforma, ndëshkueshmëria, futja kot, e kupton? Dhe kjo e ka karikuar, e ka ndezur popullin shqiptar dhe e ka bërë turm praktikisht. Dhe ju e dini që turma ka vrarë djalin e Zotit e jo ma të vërka robin në tokë. Të vret, myt turmat marrë përpara. Kjo është e para. E dyta sigurisht 10% që ka lidhje me arrestimin e Erion Velis dhe me sa duket arresti Erion Velis ka qenë një ngjarje e pëlqyer nga turma, e servirur bukur në turmë, me sa duket, e pëlqyer dhe kjo është arsyeja pse ka këtë 10% rritje. Por unë kam një konstatim tjetër dhe duhet ta them të gjë me sinqeritetin maksimal. Unë nuk jam në botën e votave dhe nuk kam ndonjë interes për këtë gjë, por duhet ta them të gjë. Unë nuk mendoj që është një gjë e mirë logjika e turmave, absolutisht nuk është një gjë e mirë. Kam parasysh vetëm një gjë, vetëm një test i duhet bërë atyre që pyeten. Sa nga ato kanë bërë një shtëpi pa leje në jetë? Domethënë çfarë do ndodhte nëse Spaku, ja ta them, çfarë do ndodhte nëse Spaku do të hynte ligjit legalizimit, do t'ja hiqte lejet e legalizimit tyne. Edhe do të shifsha se do ta recitonin atë vjerë, ligji, ku më ligji, për bjeri, s'ka, se do ta kishin kur. Po t'ja hiqte ligjin e legalizimeve. Ti thua shofin ligjin qytetarët kur përgjigjen kështu dhe kur kanë besim tek Spaku. Vetëm ligjin s'shofin. Apo kënaqen nga fakti që po ndeshkohen në fund politikanët. Bjeri qeni, bjeri më fute brenda, bjeri, dhe kjo është ajo që është arritur. Ky është ai sondazh. Ai sondazh tregon këtë. Tregon është ma turma. Në kulmin e vet, është vënë termometrin, në fakt në ditët e kulmit. E kulmit, po, 5 ditë pas arrestimit e Erion Velis. Në drejtën kurajoze është nga ana e barometrit, se zakonisht tilla raste, veçanërisht fushat zgjedhore, mirë është shmangen, por shumë kurajoze. Me thënë vërtet, meriton respekt ekipi i barometrit për këtë gjë, që kanë vendosur termometrin bashkë në ditën e zjarrit të ndezur. Dhe zjarri i ndezur është eksakt ajo që po jo them. Turma do të gjak, do të dhunë, kokat prera, giotin, shpap, kasapan, e kupton, kjo është thelbi i gjës. 52% janë. Mirë, kanë 35 vite pa ndëshkueshmëri politikanësh në këtë vend. Po, më të presin edhe pak, sepse i vetmi që ndëshkuar është Safet Gjici. S'ka një të ndëshkuar tjetër. Sot. Të tjerët janë në paraburgim, jo të ndëshkuar. Mirë, dakor, se do vendosi drejtësia deri në fund, po i bën gjyqin askujt. Unë drejt diku jam me zotin Manjani për pasionin e turmës. Që turma do gjak, do kokat prera. Jo gjak, po e gjej pak më të zbutur unë, kokat prera që fërkojnë duart edhe kur s'kanë bukë, që ke futën në burg, po e futën mirë e vënd. Drejt diku me Manjanin. Por, të pjesa dytë që kjo rriti 10% paka shumë ishte... 10%, nga janari, deri në shkurt, 10% më lartë. Jam partizan në fakt i ndeshkimit të pandeshkueshme, sepse kjo mënyra me arrestime në fakt, me paraburgim mënyrë masive, ka ngrit problematik madhe dhe ha diskutim, por që një farë mënyre
ka vendos një frikë tek shtetarët dhe tek qeveritarët, kushdo që punon në shtet, që du të jesh korrekt me ligjin se shkon si filani ose si X-i në burg. Pra, nëpërmjet dhunës së prangave, po themi, është ka filluar edukata e zyrtarët zbatojnë ligjin. Ka filluar, thua? Ka filluar, mendoj, sipas me. Thuhet që ka një frikë aq sa dhe të firmosin. Mañana, ka qefat e ligjin. Me zhë, me gjë. Të lutem Mañana, të lutem. Se ti je aktor i madh. I love it. Po, jo, të lutem, Mañana ta marrë fjalën, të lutem. Lutem. Pra, që kjo po vendos një edukat në shtet, po vendos. Sepse unë dëgjoj edhe muhabete që kemi kështu me gazetarë të ndryshëm, po edhe informacione kemi kudo, si në opozitë, si në pozitë me zotin Vangeli apo jo, që dikur turreshin me vrap, që se ka një komision tendrash, apo për të futur mik ose vrap të tendrit, se përfiton diçka, tani nuk shkojnë, marrin leje, bile raporte gjëra për mas për shkuar në komision e tenderimit. Kanë frikë dhe të firmosin. Kanë frikë të firmosin. Në fakt, kjo ka krijuar një stepje në shtet, apo ja? Po por ama ka edhe një edukat nga frika e ligjit e që njerëzit nuk guxon më të firmosin që të mushi gjepat. Edukat në syri krehet shpëtoj tjetri. Edukat. Unë mendoj se kjo është arsye që ka një 10% rritje. Njerëzit duan që të pra pas arrestimit